Kryeministri Edi Rama ka reaguar për vendimin e gjykatës kushtetuese që pranoi kërkesën e Erion Veliajt, duke e cilësuar këtë një vendim parimor që hap rrugën për lirimin e tij nga paraburgimi. Në një reagim publik, Rama tha se situata aktuale është e padrejtë, jo vetëm për kryebashkiakun e zgjedhur, por edhe për qytetarët e Tiranës, që kanë të drejtën kushtetuese të drejtohen nga përfaqësuesi i tyre legjitim. Nëse Tirana nuk do të ketë zgjedhje deri në vitin 2027 dhe kushtetuesja mendon se kryebashkiaku i burgosur i Tiranës nuk mund të largohet përveç se me zgjedhje, atëherë disproporcioni i mbajtjes së tij në qeli nuk është thjesht një dëm të lirive të drejtave kushtetuese të personit, por edhe në dëm të drejtës kushtetuese të popullit të kryeqytetit për të shërbyer nga i zgjedhur i vet. Kreu i qeverisë shtoi se vendimi kushtetues duhet të ndikojë në rivlerësimin e masës së sigurisë ndaj Veliajt në mënyrë që ai të ndjek procesin gjyqësor në liri. Çdo njeri normal që nuk shet tek qëndrimi kushtetueses një qëndrim kundër qeverisë, por një vendim të drejtë e parimor, nuk ka se si të presë që të njëjtën parimësi kur të gjykohet paraburgimi i tij të vendoset që Erion Veliaj të vazhdojë procesin në gjendje të lirë. Sipas kryeministrit, vendimi i gjykatës kushtetuese është një provë e qartë se drejtësia në vend është e pavarur dhe se politika ka hequr dorë nga ndikimi në sistemin gjyqësor. Ai e cilësoi këtë një moment të rëndësishëm për forcimin e ndarjes së pushteteve dhe për besimin e publikut te drejtësia.